Atëherë, shoqëria jone pësoi një debakël shumë të madh, ta quaj kështu, lidhur me tragjedinë e cila ndodhi në orët e hershme të dielës. Faktikisht është dita e 4 ku të gjitha autoritetet të gjithë shtetit është zgjuar në këmbë, por nga e hëna jemi në ditëzi kombëtare për një javë të tërë, duke qenë se nuk janë pak viktima dhe erdhën nga pakujdesia. Dhe tani është ngrit një dilemë shumë e madhe këtu tek ne për shkak se nuk po dihet a I vrau korrupsioni apo I vrau flaka, I mbyti flaka të gjitha ata të rinj. Është një fshat, një qytet në fakt shumë e vogël atje në pjesën lindore të Maqedonisë, ku është e populluar kryesisht me Maqedonas, është në kufi me Bullgari dhe fatmirësisht ta quaj në këtë fatkeqësi është se s'ka pasur asnjë shqiptar, por është një qytet e vogël, diku me 30.000 banor, ku një band mjaft I njohur I cili ka performuar të shtunën në mesnatë dhe diku nga ora 2:45 vetëm se ka rënë një zjarr si zjarri I fatkeqësisë, pasi që ka ardhur nga fishek zjarret e skenografisë që pikërisht bendi I ka përdorur për efekte show për të bërë diçka, por në fakt u solli vdekjen gjithë atyre të rinjve. Vlen theksohet se viktimat janë nga 4 deri në 24, nga 14 vjeç deri në 24 vjeç dhe janë moshë kryesisht shumë e re. Po me qenë se jam lidh në shumë mediume tjera dhe po flas me protokoll, kështu që ndërhyni çdo herë